Unë me qëllim e lexova në fillim paragrafin 2 të 186, thot 1 muaj, jo më vonë, thot jo më vonë. Nga sot thot, çka nesër kuvendi nuk mund të zgjidhë president. As pas nesër nuk mund të zgjidhë. Ai mund ta bëj këtë veprim. Mirë, po realisht është në shpërputhje me këtë normë eksplicite të Kushtetutës së Kosovës. Ka nevojë as ti je jurist apo diçka tjetër për ta kuptuar qartësinë dhe thirrjen dhe detyrimin. Bëri gjykata kushtetuese për blokadën e sollve? Po i kemi çka konstatoi që kanë shkel frymën dhe gërmën e Kushtetutës. Po kemi harruar rreth se vitin e kaluar gjithë betejë politike ishte ndyrë. Kushtetutës nuk paraqet më risi në platformën e sjelljes së tyre politike. Kështu që edhe kjo gjë mund ndodh. Në base po peso që kësë të mblidhet kuvendi një seans, të thot të deklaron vullnetin e tij, kuvendi e përfaqëson vullnetin e madh politik. Kemi arrit marrëveshje që ta kemi presidentin, pse ka nevojë vendi të shkojë në zgjedhje. Po kjo na sjell të çaj dilema fillestare që e ngritë raporti i vullnetit të deputetëve me detyrimet kushtetuese. Atyre nesër mund t'ju linë vullneti politik. Mirë, po a mund ndodh kjo tash duke shpërfillur këtë normë kushtetuese? Kjo është kjo dilema kryesore politike dhe juridike me cilën ne do të ballafaqohemi. Nuk paraqet lajm kjo. Pajtohem që nuk paraqet lajm. Një kushtetutë mjaft moderne që përfaqëson vlerat më moderne të një shoqërie të etabluar demokratike, duket që ky lloj kostumi ligjor për mosave të cilës nuk po na bie tamam. Kushtetuta e Finlandës dhe mentaliteti ballkanik dyqysh po kanë antinomi njëra me tjetrën edhe po na vendosin këtu kriza që janë jashtëzakonisht sfilitse, Po është vërtet drejtën edhe publike, edhe te plot deputet që kemi raporte me vite që njemi, me ju propozuar juve ka thonë. Me që jemi në këtë cikël të proces demokratik të garës. Po arritëm të i marrim 30 nënshkrime, edhe mund të i futim i garës. Me që jemi në këtë cikël të propozimeve politike, mirë po pajtohem, do thot me mbase një shpesher me ironi për të relaksu këtë atmosferë, mirë po e vërteta është që do thot edhe një blokade e re, do thot edhe një situatë pa qartë politike dhe juridike do të jetë dërmuese në kuptimin e përgjithshëm për shtetin e Kosovës, nga se dëgjaret tash kemi pasur edhe emisione paraprake, nuk ka nevojë që të hyjmë edhe një herë në këtë analizë, ne po i shohim do thot zhvillimet politike ndërkombëtare, do thot sa fragjili janë dhe si po vlon në bota dhe ne të merremi me këto tema, do thot se kush kënd po e lën fajtor, do thot për me qëllim që të tentohet të kalkulohet për të përfituar pushtet diçka dhe më shumë nëse bëhen zgjedhje të eventuale. Kjo me të vërtetë është e dhëmshme, do thot në çfarë drejtë ka ra shoqëria jonë, nga kush po përfaqësohet politikisht, kemi absolutisht një klasë politike të papërgjeshme në raport me detyrat shtetërore që i ka. Mirë, po këto prapë tham, pavarësisht vërejtjeve që i kam, vërejtjeve në mënyrën se si janë sjellur subjektet opozitare, duhet ta qartësojmë për opinionin publik, përgjegjësia kryesore bie mbi partinë fituese të zgjedhjeve. Nga se sot po të kishte vullnet politik lëvizja vetëndosje dhe Albin Kurti, besoj që as nuk do të ishte temë çështja e zgjedhjes së presidentit. As nuk do të ishte temë fare, jo kështu do të me një lloj presioni të jashtëzakonshëm kolektiv psikologjik ndaj qytetarëve të Kosovës, duke i mbajtur në këtë temë që as që do t'ja vlen, as që do duhet të diskutohet kjo